E rrallë, pritet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të pushtohen nga miliarda gjinkalla sykuqe që dalin nga toka. Kjo që do t'ju tregoj tani është një ngjarje që ndodh shumë rrallë. Madje herën e fundit u verifikua në vitin 1803. Bëhet fjalë për disa gjinkalla të ashtu quajtura sykuqe, të cilat e kalojnë pjesën ndërmuese të jetës së tyre nën tokë. Merrini me mend, këto gjinkalla dalin në sipërfaqe vetëm për t'u çiftëzuar, të bëjnë vezë dhe të lindin të vegjël. Por gjinkallat, pasi lidhen me meshkujt, cikli i jetës së tyre përfundon brenda harkut të një muaji. Gjatë kësaj periudhe, meshkujt për të tërhequr femrat prodhojnë disa tinguj të çuditshëm. Këtë ata e bëjnë çdo vit, por gjinkallat femra qëndrojnë aty, nën tokë. Në varësi të species së gjinkallave, ka disa që dalin jashtë në sipërfaqe një herë në 17 vite, por ka edhe të tjera gjinkalla që dalin një herë në 13 vjet. Megjithatë, nuk është e qartë se përse intervalet e tyre janë kaq të gjata, kur dihet që jeta biologjike e tyre është e printuar në to. Megjithatë, shkencëtarët, të vetmen hipotezë që kanë, mendojnë se këto gjinkalla, duke kaluar tërë ato vite nën tokë, ndoshta e bëjnë për arsye që të jetojnë më gjatë. Duket sikur ato parandjejnë rrezikun, sepse sapo dalin dhe kryqizohen me meshkujt dhe bëjnë vezë, jeta e tyre përfundon. Disa studiues të tjerë kanë një tjetër teori. Ata mendojnë se gjinkallat kanë frikë nga garbitqarët, sepse sapo dalin në sipërfaqe, në vend që të jenë të plogshta nga vitet, duken shumë të frikësuara dhe aktive. Në fakt, pikërisht në këtë vit, pra në vitin 2024, Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin një dyndje shumë të madhe të këtyre gjinkallave sykuqe. Sipas burimeve, pretendohet se do të jenë me miliarda në verën e këtij viti, pra shumë më shumë se 200 vite më parë, ku sipas statistikave në vitin 1803 pati një dyndje të paparë ndonjëherë.